qeveria nuk mundet me ecë me aksione. Qeveria ka ligje dhe këto ligje duhet zbatohen. E vërteta është që është viti 13 dhe sot ne diskutojmë për ndërtimet paligjshme. Kur në një kohë të ndërtimet paligjshme kur edhe një herë nuk ban pa delegjim nga lart. Unë po marr rastin e funit, aksionin e funit mas zgjedhjet 11 majit. Katastrofa që ndodhi në Thellë, një katastrofë vërtet. Unë jam kënë nga afër aty, i kom njeh nga afër situatën. Është për ta të keq. Të gjitha ato ndërtime, pjesa më e madhe mund të them 90% aty në ndërtime, janë ba duke marrë një okej nga lart. Dhe me keqja ndodh që mas zgjedhjeve lokale fillojnë edhe bajnë selektimet e tyre. Sigurisht i majnë përsëri nën vëzhgim deri sa marrojnë edhe zgjedhjet qendrore. Pjesa më e madhe të gjitha aty në investimeve vijnë nga migracioni. Unë kam pas kontaktin me të gjitha ata. Po si mundet sot të bajnë një ndërtim të paligjshëm me vlera të tilla kur në një kohë ndoshta tash 30 vite në migrim, komplet familja. Dhe për një moment vetëm me një rënje të lapsit i prishet oreksi dikuj e në të veçantë kryeministrit thot aksion, prishje, shkatrim. Dhe njerëzit le të desin, le të dalin rrugë, le të marrin përsëri emigrimin të rikthehen edhe nga zeroja dhe të vazhdojnë të bëjnë si donë. Sot në një akt tillë kush përgjigjet? Kur ata njerëz sot janë në mes të rrugëve. Të gjithë mundi djersa atyre. Sot është e shkatruar. Me aksione, zoti kryetar, nuk mund të ecet. Nuk mund të ecet me aksione. Ne duhet të themi një herë mirë, të hiqum durt nga kjo qasje për interesa momentit. Se unë jam i sigurt. Mas pak muajsh fillon përsëri betejë. Fillojnë përsëri. Por fatkeqësia e madhe se kur pushteti lokal sot nuk ka as edhe një lloj force për të mbrojtur një qytetar vet. E lënë më për të dhënë një leje, për të dhënë një leje që janë totalisht e pamujtur. Atëherë ne ku do shkojmë? Për çdo lloj kërkese duhet vim edhe të tragasin çdo qytetar në dyert e pushtetit qendror. Po pse duhet pushteti lokal atë? T'ja japim tëna kompetencat pushtetit qendror dhe s'ka pushtet lokal më. Kjo zgjidhja më e mirë. Edhe një herë mirë mbreti merr legitimitetin e plot edhe ndaj pushtetit lokal.